Është kabinë mirë, sedilet i ka suportive, ke vend, ke hapësirë edhe pozicionohesh mirë. Ke pamje tamam përpara. Tani shohim dhe interiorin. Që në fillim, kjo është me doppio xham edhe frameless, nuk ka hekur lart. Këtu është alkantara, rimesën e kemi karbon komplet, sedilet me memorie. Të kontrollet i xhama dritares. Me bokse Bang & Olufsen, po jo versionin që është me tweetera këtu që ngrihen. Sedilet normal me këto qepjet me të romba edhe me logon e SES aty. Normalisht elektrike me lambar support me kreta, i ke gjitha që lëviz lambar supportin. Tu do ishte masazh të butoni, panoramike, hapet komplet. Ky është me modelin e ri dizajnit të Audit, që është me 2 ekrane që e integruan të gjitha pastaj. S'jam shumë fan si madh, që duket bukur, pamje të parë. Çdo gjë tash e ke me touch, nuk ke asnjë gjë pa touch. Edhe sedilet me ngroje ka kështu haptic feedback. Duhet me shtyp që të dallosh. Ngroje ftoje ka kjo. Me të shtyp me kështu të vogël s'ta merr. Duhet me shtyp ta dridhesh si çik. Ka me ZF 8 marshe, ka këtë modelin e ri të marshit që lëviz. Frenë e dorës, tu ka kamera 360 gradë, start stopi. Tu është komplet me piano black kjo pjesa këtu. Duket e bukur. Crosscode digital shumë i pastër, ke gjitha informacionet gjatë gjonat. Tashi, kjo është makinë e shtrenjtë, shumicën e këtyne butonave, gjona këtu i ke lloj siç i ke në modelet më të lira, me thonë drejt.